Çështja e dytë që dua të ngrë ka të bëjë me mungesën e rrugëve në fshatrat Vërv dhe Dishat të Bashkisë së Kondispolit, sikurse dhe të fshatratve të Xat, Varfaj, Lefterohor dhe Kakodhiq në Bashkinë e Delvinës. Janë fshatrat e vetme të cilat sot janë pa rrugë. Dhe absurdi, dini cili është? Që Varfaj, Lefterohori, Kakodhiqi, Taxati në Bashkinë e Delvinës dhe Vërva dhe Dishati në Bashkinë e Kondispolit janë fshatrat më të bukura nga pikpamja arkitektonike. Janë fshatrat të cilat mund të shtonin ekonominë e zonës përmes turizmit malor. Janë fshatrat të cilat mund të shtonin ekonominë e zonës përmes turizmit arkitekturor. Në absurdin e këtyre viteve që kemi asfaltuar rrugët akoma dhe në fshatrat cilat janë me 1-2 banor në disa zona dhe kemi lënë pa rrugë fshatrat të cilat mund t'i kthenin ekonomisë miliona lek, unë besoj se ne duhet t'i japim si mazhorancë qeverisëse dhe si qeveri një përgjigje, duke mundësuar që banorët në ato zona të shkojnë me makinë, jo me makinë të lartë dhe të shkatrueshme vit pas viti, por edhe turistët të kenë një destinacion që nuk është i lidhur vetëm me plazhin që ka dhënë natyra.